Ismaili. Faleminderit të nderuar kryetar, të nderuar kolegë. Me thënë drejtën, për herë të parë pas 20 ditë punë në këtë institucion më të rëndësishmin edhe më demokratikun në Republikën e Shqipërisë, unë jam dakord me fjalën e një prej kolegëve të opozitës që ky kuvend duhet i kthehet normalitetit. E them këtë sepse vetëm normalitet kemi parë ne në këto 20 ditë punë që do duhej të ishën në minimum madje edhe zero, duke filluar që nga bullizimet kur një deputet i mazhorancës flet, duke vazhduar më pas me përmbajtjen e rregullores dhe kushtetutës edhe respektimin e ligjit. Unë e kuptoj edhe jam e bindur që ky institucion dhe kjo qeveri prodhon më shumë demokraci se sa opozita mundet që të ka përdzej, por ne kemi shumë qartë vizionin edhe ku duam të arrijmë, kështu që nuk bëjmë asnjë hap pas. Për procedurën e famshme, që është folur kaq gjatë edhe kaq shumë, do duhej që në fakt në procedurë të ishën të transkriptuara e zezë mbi të bardhë çdo shishe e hedhur mbi kokat e ministrave, çdo kushtetut e fluturuar e çdo libër e rregullore gjithashtu, por unë mendoj që kjo do jetë një detyrë që do ja caktojmë diellës, edhe pse do jetë me shumë turp të lexojnë transkriptime të procedurave dhe të procesverbaleve sjellja e opozitës deri më sot.